ndryshe nga profesor Zekaj, mua mbajtën pak më shumë në aeroport, sepse unë isha nga pjesa e Beogradit. Rreth 2 orë bllokuan aty dhe normalisht ai kontrolli rutinit tyre. Ishte një shpjegim që pse kaq shumë, se 2 orë është po, ne ishin 4 persona dhe derisa erdhe një oficer e femër, sepse ishin të ndarë në kategoria. Në shans ka qenë? Pastaj, shans ka qenë. Pjesa e simboleve që kontrollonin çdo gjë në çantë, ne na kontrolluan dhe eurot, mbaj mend që na hapën dhe portofólin. Domethënë në detaje. Megjithatë, ne e morëm me sportivitet atë moment aty dhe kaluam shumë mirë të them. E prisit besoj që mund kishte ndonjë. Patjetër që po. Ishte përgatitur. Ishte e paralajmëruar që do ketë kontrolle. Pastaj te pjesa e ndeshjes, mund të them aty kuptova pse Federata Serbe kishte çuar aq larg ndeshjen, sepse ata i drueshin një incidenti të mundshëm në Beograd. Patjetër. Në Beograd nuk mund të luajmë atë situatë që politike që ata po kalojmë, ishte e pamundur që të luajë ndeshje futbolli. 300 km larg, ata kishin paralizuar çdo lloj rruge, ti nuk mund të kishe një grup të organizuar tifozësh ultras huligan. Dhe aty pastaj kuptuam dhe ne pse ishte vendosur ndeshja në Leskovac.